Tung, qka ka me hangër sot? Sot kemi me bo një salat me titullin e ka Cezar salat. Po, salata është iceberg, si lakën doket. Me një salcë pak pikante, pak djekst, me parmezan, me do tabasco, kështu që arsimi le ta mblen qëto kryesoret, po mos të harron me mblen edhe peshkun arçuge. Peshki ty mosër është në vaj të lirit. Edhe t'ja fillojmë. Ja ka nisë me mlodh aj. Edhe ja ka nisë me mërzit. Aj ka njeri pa durusë. Që nga ka përbërsimi, në thonë që kjo që ajo salat iceberg, salata përdyshe e akull, duket ashtu, buk, kjo buk e shpis, acquge, tabasco, parmezan, njëve edhe pak origano. Fillimisht, e lëshojmë në furrën në 250 gradë, dhe thonë maksimum, për me e rreshk bukën. Bukën e prejmë në kubza. Edhe buka mund me qenë edhe bajat, me mirë bëhet, rreshket ma mirë. Fillimisht qesë bukën me pak vaj ulliri, oregano, edhe e shtim në furrë me urresh pak. Derisa të rreshket buka, apo të theket buke thekur, se buke thek nëse diçka tjetër, na po e vojmë që të salat, po e që ka të rëmujmë kretë, që është mujmë, që është dim. Zakonisht salata të një bëjmë me dori i thej, se me thik më duket pak ma, edhe pëse është ma kollaj me thik, po mu në të rjek ma shumë me dorë. Tjellëm në pak, se dojnë me bo pak, për një pak kalablak ma të madhë. Karakteristike e kësaj salatër është se kjerë nuk gudzon me naj që është në një kodë gjatë, se me njerë e merë ngjyrën e kafte, me një ngjyrë, jo të mirë për sy. Nuk ndikon në shije, po për sy nuk është bashkë e mirë. Ja bëjmë dresingun. Dresingun do më bërë me të kusht të vesë. Një kuq e vesë, apo e verë dhe vesë.
tabasco pak. Jo shumë, bëhet sa dole me kone tjekst. Hudër, starojnë të masush. Qep gjysluge. Mujnë edhe pak me shtu 3/4 të lugës. Edhe gjysluge dhe me thonë hudër. Parmezan. Grimo për të pilum. Vaj u liri mu starojnë. Aqugën në peshkun e të mosur, familjes sardeles. Në me pak mishtu edhe vajt sardeles, aqugës. Shto. Pak oregano. Edhe pak sës domate. Jap një ngjyrë pak ma karakteristike. Nëse dona me bo diçka edhe më të përsyme e bukur, mund në mishtu dhe spanaq, po kësaj radhe nuk do të shtoj. Shumica qesin edhe pak limon. Mirë po, unë limon nuk i shtoj për një arsye sepse nuk du me bo thartë, nuk du me bo me pas një shije kjo ma të veçantë. Sa duke do limoni e ka shijen e vetë, karakteristikën e vetë, mirë po. Në këtë rast, po e anashkaloj. Me bo këto edhe matë langshme. Kjo vajnë e ullirit. Gjithsesi me vaj ullirit këto mundemi me bo matë hollë. Po nuk do me thonë që duhet vetëm vaj ulliri. Mundet me qenë edhe vaj i thjeshtë. Nuk do me thonë që duhet me qenë vetëm vaj ulliri, po mundet me qenë edhe vaj i thjeshtë. Si mas dëshirës. Leresht, nëse nuk i kini qëto komponente, nëse qëto substanca, leresht mundeni mishtu edhe uj, pa problem. Që kjo është që e ngjyra që mu po më konvenon. Ashtë ja kërkojmë pak shijen. Qëfar shije ka, a do të mishtu diqka. Bideri. Kom që pak tjekst, me kom edhe pak, vishtoj pak ma tjekst. Të mishtu uj. To. Mos hezitoni. Që kjo është qaj ngjyra që edhe qaj është shija që unë e du, ndërkohë këshirëm qëto buka e në reshk, jo edhe pak, deri sa të reshket buka, e përgatitëm pak edhe domate. Edhe kemi këto.
frizim, që kjo homogenizohet edhe të lyhet secila pjesë, secila gjethe e sallatës. Qesim pak parmezan. Edhe këshirë buka gati. Edhe pak. Nuk di çka të gatuaj sot. Nëse nuk ke ide blije, Magi Idea për racion të ri çdo ditë që me garanci ka sukses. Sot përgatisim pasta me mishpule, presim mishin dhe skuqim. Për mbajtjen e qesës e përziej me ujë dhe pa përgatim. Te ja shtojmë mishit dhe e ziej. Ne vendosim pastat, shtojmë mishin e pulës në salcë dhe i mbulojmë me kaçkavall. I pjekim dhe gati. Tani thuaj diçka. Diçka mahnitshëm e shijshme. Magi Idea e re për racione, mahnitshëm të shijshme çdo ditë. Ndërkohë na sallatën e që qesëm në pjatër. Pjesën mbetur të parmezanit e qesëm përmi, edhe derisa të bëhet kjo, ma mërmenja që edhe buka është bo. Edhe buka është gati, do më thonë është rreshk tamon për qefi, e qesëm një sasi ashtu sa na kem qef. 2 flegra peshk aquga, po 3 janë barë sa e adhurojmë dhe sa e dojmë. Aqugën për në fund mos harroni. Këta mundi me bo edhe me pull. Nuk është të më thonë që duhet veç me peshk. Këta mundina me bo edhe me pull. Kjo është për sot Cezar sallat. Ju bof mirë.